Përpos Dautit, unë e kom ditë që nxënësat e mi bajnë arme. Bajnë arme kundër okupatorit Srpëslav. Ka qenë Daut Haradinaj, Agran Haradinaj, Valbone Tafilaj edhe Bajram Daci. Ne kemi qenë si ushtrus të ishë nxënësave tanë për përdorimin e armatimit, për përdorimin e armeve në vijat frontit, për luftimet ndaj okupatorit Srpëslav. Në më thonë edhe vetë nxënësat kanë ushtru nxënësat tjerë? Vetë nxënësat kanë ushtru nxënësat tjerë, që kanë qenë më të përgatitur. Ka i kanë pas këta njohuri ata të marrë parasysh? Po, këta kanë fillu qemoti për luftën kundër okupatorit Srpëslav, po edhe na jemi konë në ngjarje si mëdhënësa, edhe si edukator, edhe profesori mbrojtjes Magjon Malçeku, kështu që kemi bërë stërvitjet ushtarake ma tonë shkollë. E kem pas poligonin. Pas e kem pas edhe qitje me armë në Glozhan. Kemi qitë me armë, edhe gjatë luftës. Nxënësat? Nxënësat. Në bisedë lirë ju thatë që nxënësat Dauti posaçërisht ka ardhur dhe i armatosur në klasë. Përpos Dautit, unë e kom ditë që nxënësat e mi bajnë arme. Bajnë arme kundër okupatorit Srpëslav. I për ty ka qenë Daut Haradinaj, ka qenë ushtar me armë në shkollë, ka qenë Gazmen Mehmetaj, Albert Zenaj, kanë ardhur dy vajza si përcjellëse të tyre djemve me armatim. Laureta Zenaj edhe Valbona Tafilaj. Thash si Dauti, Valbona, Agron Haradinaj, tash Ndjeri, Magjon Çeku, Bajram Daci, kemi qenë ushtrus të gjeneratave të viteve të treta dhe të katërta në poligonin mas shkollës fillore. Tani Magjon Çeku e përpara ka qenë Avni Rustemi. Do më thonë atë kohë nxënësat përveç që kanë pas libra fletore, lapsa kimika, kanë pas edhe kanë armë në përqendrat e tyre. Unë e kom ditë që kanë armë, po unë jam kujdes që konona për fëmijën e vet. Që kujdes për fëmijën e vet, i kom majt në mbikëqyrje, në mbrellën, në çadër, kështu që kur se ka ditë. Njeni më pa thonë i herë, tha, jam ka të vinë, tha, nxënësat me arme, thash zotrin të rumë, thash më vjen, thash më dejnë zyre këtu. Erdhë, thash, unë të njeva këtë fjallë kush me sa një mo. Thash, se është policia këtu, me ndodhë diçka, thash, ti ma në përgjësin. Qëshni është sot, zoti Daci, të marrë parasysh që shumica nga nxënësit e tu janë herojt Kosovës, janë pra dëshmor të kombit. Unë e mburna me kontributin tim, në edukim, edhe në çdo aspekt. Tu nga ky gjimnaz, nga gjimnazi Sami Frashëri, kanë ra dëshmorë këta profesorë dhe këta nxënës. Magjon Malçeku ka qenë profesor dhe i sigurisë dhe komandant për fshatin Rrezar. Gazmen Mehmetaj, Agran Mehmetaj, Gëzim Dervishaj, Berhan Dervishaj, Fatmir Nimonaj, Artan Mehmetaj, Luan Qerimaj, Orhan Halilaj, Naim Nimonaj, Qel Ukaj, Arton Lekaj, Përparim Ferizi, Salih Ferizi, Muhamet Bardhecaj, Aslan Batusha, Agim Selmanaj, Altin Haskaj, Luan Nimonaj dhe Enver Haradinaj. Këta kanë qenë herojt dhe dëshmorët që kanë dalë nga gjimnazi Sami Frashi i Rrezarit dhe janë ra dëshmorë për atë dhe për liri, për qërimin e trojës shqiptare. Lavdi gjithë dhe këtyre dëshmorëve të cilët kanë dhënë jetën për kombin shqiptar, edhe respekt për juve të gjallëve të cilët keni kontribuar. Lavdi e përjeshme për të gjithë dëshmorët e kombit që kanë luftu për qërimin e atë dhëut. Edhe dharës Zoti, shpejt do të bashkohemi në një shtet përbashkët etnik. Se vetëm ashtu mundëm me qëndru si shtet në këmbët tona. Urojmë gjithë. Faleminderit shumë.